veç ku ban të flas vetë. Unë e kam lidh me një frymë ku tonë art muzika është kultivu në shtëpi, trashëgim e kem brez pas brezi, edhe prej babgjyshit, baba është deri tek unë. S'ka qenë impunim, ka qenë thjesht një dashni që bërta, kam une për instrumente dhe për muzikë, lujnë lahut, qifteli, prim, sharki, gitare, violin, piano, harmonik, fylli, instrumentet me goditje, derë, kështu. Një instrumentin më djetaj që luj është lahuta, është instrument shekullor i uni, ku vetë të regon pamja saj, ku nuk kena post metal edhe është kryu thjesht për senat natyrës të runit, bishtit kalit edhe likura e kësapit. Ma i vjetë, ndërsa ma i riu, kësha me thonë piano, gitare, këto që ka janë ma instrumentet me tele. E kam të rëshigim të regu, nuk ma kam mësua askusht, fatkeqësisht se baba nuk lunë, përveç se këndën, por disa nga videot që i kam po të gjyshit e kështu në lahut, ajo dashnia madhe, edhe kam fillu me lujt këtu. Instrumenti parë është qiftelia që kam fillu, e tjera të me radhe kështu. Në lahut edhe në qifteli më ka pëlqy, sepse është rrujt historia popullit shqiptar në telat qiftelisë edhe në tingull të lahutës, dërsa këto tjerat, fatkeqësisht që tashrinia nuk i dën instrumentet e vjetra edhe kam fillu edhe une u barazu pak me grupin e rinis në piano në gitare kështu. Vlerat jadina, po foli për qifteli e knej, instrumentet me tela, ndërsa te lahuta ndoshta jo aq shumë, se më ka rast në shumë qytetet Kosovës kur gjeneratët e reja me pyet çfarë instrumenti është. Nuk e kanë idenë se çka është lahuta. Në thirrën shumë data, zakonisht për festa 28 nëntore e kështu me rënë, këto zakonisht kërkohen më shumë veglat, qifteli, lahut e kështu me radhë, por na për neja rinore, ose zakonisht ka kurioziteti, gitare më shumë e kam përfaqësuar vendin me gitare. Ai po përpiqet i tregoj traditat tona përmes muzikës dhe instrumenteve, duke interpretuar me stilin e tij të veçantë. Me çdo tingull sjell një pjesë të kulturës sonë të Brezi i Ri. Që ma vështirë është violina dhe lahuta, pak ma vështirë me duhet ma shumë? Ma shumë për kushtim, për që se nuk kanë perde, apo fusha në gjuhën e muzikës, sikur qifteli apo gitare që ka fushën e prek, edhe ajo not nuk lunë, dërsa këtu pak me lujt dorën del tjetër not apo tjetër tingull. Kisha me veçu një rast ku në vitin 2006, isha dikun 3 vjeç, edhe pse qifteli kam pas gjithmonë në shtëpi, po në vitin 2006 baba po ma blen një qifteli. Edhe e ruj me fanatizëm, edhe me nostalgji ku ende i shikin ato vijat që nuk e kam hek për duhe, kam ngrez varna për krejt qytet, ndoshta ajo pak ma historia, pak ma edhe në shkollë që nuk ju kam do muzikës në asnjë mënyrë. Mendoj që vlerën instrumentit tonë, po foli shekullor, ja dim shumë pak, apo të tham hiq, sepse më ka rënë për shumë vende ballkanike me marrë pjesë me lahut, ku jam shpërbly me vende por, edhe pse koha i ri në mosh. Qa me thonë, nëse më ka rasti edhe me disa rrugovali pleq që luajnë në lahut, e përdojnë një fjalë, kur vdes njeri, tjetë le t'i qajnë sot dush, ai nuk ngjallet më. Unë nuk e kam atë mendim për lahut, mendoj që pak me përkushtim më të fortë nëse rinia interesohet ma shumë për këtë lahut, mendoj që e regjistrojmë pasurinë tonë në UNESCO. Një vjet kam dhënë mësim muzikë, kam qenë mësim dhënës i muzikës, ku edhe ndoshta pak me zor javë kam imponu lahutën, kam pas edhe vajza që kanë qenë pak ma shumë të interesuar se sa djemt. Mirë ka shku deri në një pikë ku secili atëherë vazhdoi rrugtimin në drejtime të ndryshme edhe tani po mirë me këtë kursin këtu me profin.
Kiki e di që rruga e traditës nuk mbaron te ai. Beson se muzika duhet të vazhdojë, ndaj ëndra e tij është të hap derën edhe të tjerëve, t'ua mësoj instrumente dhe t'ua përcjell atë që ai vet do.